Miras për Dashës Shkodran mbushën shkallët e stadiumit Vojokushi për të parë ndeshjen midis Vllaznisë dhe Dinamos. Ekipi i Vllaznisë ka zhvilluar gjithmonë lojra të bukura me skuadrat e kryeqytetit, ndaj interesimi për këtë ndeshje ishte shumë i madh. Dinamovitët shkelmojnë topin nga qendra dhe zbresin të parët në portën vendase. Nuk vonon dhe sulmuesi Shkodran kundër përgjigjen, por sulmi i tyre thyet nga mbrojtja e ngjeshur dinamovite. Në përgjithësi loja zhvillohet e fort, me sulme e kundër sulme nga të dyja skuadrat. Ekipi i Vllaznisë tregohet më këmbëngulës, por pa rezultat. Pjesa e parë përfundon me rrjetat pa prekura. Loja e dytë fillon e fortë dhe dinamike, por vihet re ekuilibrimi i forcave. Sulmuesi Shkodran vërshoi në zonën e rrepsisë të Dinamos, por aty sulmi i tyre thyet. Dinamovitët kundërsulmojnë, porta e ndojës ka lënë çaste shumë të vështira. Edhe një moment tjetër i vështirë për vendasit, por ndërhyrja e mbrojtësve shpëton situatën. Me gjithë përpjekjet e dyja skuadrave, ndeshja përfundoi me rrjetat pa prekura.